Do befasojeni, ja çfarë ndodh kur teshtini 3 herë rresht. Shkencëtarët shpjegojnë se teshtima është një nxjerrje e fuqishme e ajrit nga mushkëritë, për shkak të një presioni mbi 160 km/h dhe që nxjerr jashtë 2000 deri në 5000 bakterie, gjë që ndodh si pasojë e një alergjie ose irritimi të caktuar. Ndodh që të teshtini për shkak të infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes sepse keni ftohtë, alergji ose irritime të tjera. Elementet irritues nuk janë të vetmit që shkaktojnë teshtima, por sipas personave që vuajnë nga teshtimat reflekse që shkaktohen nga dritat e forta, ato mund të jenë edhe më të shpeshta. Praktikisht ne kemi një nervin trigemin, i ndërtuar nga fibra të ndjeshme të cilat arrin në mukozën e undës, të cilat stimulojnë gjithashtu edhe teshtimin e përsëritur. Kjo mund të ndikojë në pamjen tuaj të shëndetshme dhe gjithashtu të shkaktojë edhe në ngushtimin e shëndetit tuaj. Ato mund të shkaktojnë probleme të njëpasnjëshme. Teshtimat e përsëritura mund të vinë si pasojë e ngurtësimit të mushkërive ose të alergjive të ndryshme. Nuk duhet ta mbani teshtimin pasi mund të shkaktojë edhe çarje të mushkërisë.